Raportohet se nga 3 gushti i vitit 2026, kartat e identitetit fizike në letër të ndryshuara në Itali nuk do të jenë më të vlefshme për udhëtimet jashtë vendit, pavarësisht datës së skadencës që kanë të shënuar. Ky ndryshim vjen si pasojë e rregullores europiane, e cila vendos standarde të reja sigurie për dokumentet e identitetit brenda Bashkimit Evropian. Arsyeja kryesore është mungesa e zonës së lexueshme nga makineritë, një element i domosdoshëm për identifikimin elektronik dhe sigurinë kufitare, e cila ndodhet vetëm në kartat elektronike të identifikimit. Për këtë arsye, dokumentet në letër do të dalin jashtë përdorimit 5 vjet përpara fatit përfundimtar të vendosur për vitin 2031. Pse ky ndryshim është i rëndësishëm për komunitetin shqiptar në Itali? Ky ndryshim pak drejt për drejt edhe qindra mijëra shqiptarë që jetojnë në Itali, shumë prej të cilëve ende përdorin kartat e vjetra në letër. Sipas të dhënave të fundit nga Istat dhe Eurostat, në Itali jetojnë rreth 441.000 shtetas shqiptar, me leje qëndrimi pa llogaritur ata me shtetësi italiane apo brezin e dytë. Një përqindje e konsiderueshme e tyre, veçanërisht në komunat e vogla, mund të jenë ende përdorues të dokumentit të vjetër, pasi shumë nga këto bashki kanë nisur të lëshojnë CIE-n me vonesë pas vitit 2016. Sa dokumente në letër janë ende në qarkullim? Edhe pse nuk ekziston një regjistër i centralizuar për të dhënat e sakta, sipas një vlerësimi të portalit dei.it, deri 3 gusht 2026, pritet të jenë ende në qarkullim rreth 5 milion karta në letër, që përbëjnë afërsisht 8% të popullsisë italiane. Shumica janë banorë të komunave të vogla, apo persona që nuk kanë pasur urgjencë për të rinovuar dokumentin. Si mund të zëvendësohet karta identitetit në letër me CIE? Këtu janë hapat që duhen ndjekur për të marrë kartën e re elektronike. Fotografi personale e re në përputhje me standardet ndërkombëtare, karta e vjetër e identitetit. Në rast të humbjes ose vjedhjeje, kërkohet denoncim pranë forcave të rendit dhe një dokument tjetër identifikimi, kodi fiskal. Për fëmijët nën moshën madhore kërkohet prania e të dy prindërve me dokument identifikimi nëse kërkohet karta e vlefshme për udhëtim, caktimi një takimi me zyrën e gjendjes civile të komunës së banimit. Karta e re dërgohet brenda 6 ditëve pune në shtëpi ose të riqet në bashki me takim. Kostoja 22 euro. Preferohet pagesa me kartë bankare. Thirrje për veprim të shpejtë. Disa komuna italiane kanë filluar të publikojnë njoftimin zyrtar në web faqe dhe rrjetet sociale, duke ftuar qytetarët që të bëjnë aplikimin për CIE sa më shpejt për të shmangur fluksin në zyrat e gjendjes civile gjatë muajit gusht 2026, periudhë që përkon me pushimet verore. Këshill për komunitetin shqiptar, mos e lini për në momentin e fundit, kalimi nga karta në letër në atë elektronike dhe jo vetëm një detyrim ligjor për të udhëtuar, por edhe një hap drejt pajisjes me një dokument modern dhe të sigurt të njohur në të gjithë Bashkimin Evropian.